Një zjarr në një apartament në lagjen Pavarësia Vlorë ka rrezikuar banorët pasi 3 bombë gazi kanë rrjedhur duke krijuar një situatë të rëndë për banorët, por edhe për vetë zjarfiksit. Në katin e 3 të pallatit, ku për fat të mirë nuk ka pasur banor, 3 bombë gazi kanë rrjedhur dhe 2 nga ato kanë shpërthyer duke bërë që flakët të djegin një dhomë të apartamentit, si dhe tymi, por dhe flaka të dëmtojë dhe fqinjet. Ndërhyrja e zjarrfiksëve, por edhe forcat shumta të policisë të cilët larguan banorët bën që zjarri të shuhet dhe mos të kishte dëmtime te banorët, ndërkohë që dëmet materiale ishin të shumta. Policia po merr në pyetje banorët si dhe pronarët e apartamentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.